Faleminderit juve. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, ndërkaq nga këtu do të kalojmë krejtësisht në një temë tjetër. Bëhet fjalë për një mërgjimtar i cili ka marrë një sfidë të jashtëzakonshme, 1900 kilometra nga Kassel i Gjermanisë në Prishtinë këtu në Kosovë, i ka kaluar pothuajse në këmbë. Është në fund të rrugtimit të tij. Albert Lubeniçi këtë ka cilësuar më shumë se një udhëtim fizik, si diçka si sfidë shpirtërore e cila ka të bëjë edhe me humanizmin. Për të mësuar tërë detajet, sfidat me cilat është përballuar ai gjatë këtyre 42 ditëve tashmë që gjendet në rrugë prej Gjermanisë për në Kosovë në këmbë, do i mësojmë përmes kësaj lidhje të drejtë për drejtë. Zotri Lubeniçi, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju aty në studio edhe dëgjuesit tuaj. Po uroj je mirë, nga sa po shohim për 42 ditë, po dukesh goxha në formë. Sot është dita 42 që jam nisur nga Kaselli i Gjermanisë. Para 15 minuta kam hyrë në Republikën e Kosovës, gjendem momentalisht këtu në kufirin e Jarinjës. Shumë mirë, nga nisi ideja, Lubeniçi, na trego, nga erdhe deri tek marrja e një vendimi, sepse po besoj që të marrësh një rrugë ku janë pothuajse 2000 kilometra në pyetje, nuk është një vendim që mirët lehtë. Po unë çdo vit e bën nga një sfidë, e kësaj radhe apo këtë vit e mora këtë sfidë rrugtim nga Kaselli i Gjermanisë në qendrën e Prishtinës. Që ka kaucë humanitare, por që ndihmuar fëmijëve dhe të moshuarve me nevojat e veçanta. Megjithatë, e përmende pak, cili është qëllimi kryesor, sepse kur dëgjuam në fillim, e morëm vetëm si një sfidë që ti po ja bën vetës për të bërë këtë rrugtim në kamp. Po, gjithsesi, ku është qëllimi vërtet i gjithë kësaj që po bën ti? Unë çdo vit ja caktoj vetës nga një sfidë. Gjitha sfidat e mia kanë karakter humanitar për të ndihmuar kategorive të ndryshme në Kosovë. Sfida në të kaluarën po është mëdha sa këto, apo është hera parë që bën një sfidë të tillë, të vesh nga Gjermania në Kosovë në këmbë? Kjo është sfida më e gjatë deri më tani, pra kjo sfidë do të zgjasë gjithsej 45 ditë. Sfida tjera kanë qenë 15 ditë, 18 ditë dhe 10 ditë ndryshme. Sa sfidus ka qenë të rrugtimi, marë parasysh që je shumë afër realizimit qëllimit? Po, kam betë edhe 100 km dhe në qendrën e Prishtinës, pra unë dëmbërin në qendrën e Prishtinës me një qershor ka ora 13-14 ora, parafërsisht. Sepse është dita botërore e fëmijëve, për këtë kam caktuar edhe datën 1 qershor. Megjithatë, cilat kanë qenë sfidat më mëdha, po shohim që edhe për momentin jeni në shi. Gjatë këtyre ditëve cila ka qenë sfida më e madhe? Kjo ka qenë sfida më e gjatë dhe më e mundimshme, se pas kësaj vjen sfida e Kilimanxharos, ku jam gjitur 5895 metra lartësi mbi detare, që është maja më e lartë e Afrikës. Sfida goxha interesante këto. Të ndalemi për ta thjeshtësuar ndoshta edhe pak pyetjen. Me çfarë probleme ke has gjatë realizimit këtij rrugtimi? Ka pas ndaj problem, ndaj shqetësim, mënyra si ke flajt natën, nga ke hec këto? Ky rrugtim ka qenë i gjatë, pak jo shumë i mundimshëm, vetëm arsye që ka zgjatur 45 ditë. Për ndryshe, deri më tani çdo gjë ka shkuar siç është në së miri. Unë jam nisur nga Kaselli i Gjermanisë, ku deri më tani kam përshku Gjermaninë, Austrinë, Çekinë, Slovakinë, Hungarinë, Serbinë dhe nga sot jam në Republikën e Kosovës. Deri më tani nuk kam pas asnjë problem, as më të voglin, çdo gjë ka shkuar sipas planit, edhe këto ditë në vijim do të shkojnë po ashtu besoj që. Ku i kalonin? Unë çdo herë rrugtoj vetëm ditën, në mbrëmje unë e flaj nëpër hotele apo nëpër bëjtina të ndryshme. Unë nuk flaj për jashtë. Po, a ka pasur ndonjë moment gjatë këtyre 42 ditëve që ke menduar të dorëzoshe dhe të ktheheshe prapa në Gjermani? Jo, nuk kam menduar asnjëherë. Ka qenë pak vështirë, sepse në vjen ku ka qenë ditë me shi, dhe me janë lagur këmbët dhe me janë vrarë normal, sepse kur është me shi, mirë po për ndryshe çdo gjë ka shkuar sipas planit, çdo gjë në rregull, dhe poshtë dhe kurajo me kanë dhënë gjithherë
bizneset dhe familjarët e mi, shoqëria që çdo herë më kanë përkrahur në për këto sfida. Shoqërojni nga dikush, keni njerëz të tjerë të cilët ndoshta me këtë veprim po i nxisni që të bëjnë të njëjtën gjë? Në për segmentet e caktuar, familjarët e mi, shoqëria çdo herë më përkrahin, po më kanë përkrahur 3 ditë e para kur kam pas startin e Kasell, pastaj kanë ardhur në Çeki, Austri, Hungari, edhe tash këtu në kufien e Kosovës, këtu në mes Kosovës e Serbisë, kanë ardhur mbi 15 vetë që do të bashkëpunojnë disa kilometra me mua së bashku, të cilët i falenderoj shumë që kanë shprehur gatishmërinë të jenë me mua, që të solidarizohen në këtë kauzë time. Që ju të regove, në fakt po besoj që tashmë qenë kanë të mësuar, sepse përmende që ti zakonisht për çdo vjet e bën nga një sfidë, si reaguan në momentin kur e kuptuan se ju do të merrni rrugë prej Gjermanisë për në Kosovë? Familjarët e mi e dinë se unë çdo vit marr nga një sfidë, edhe ata janë të mësuar, s'kan ndonjë koment tjetër. Pra ata janë të mësuar me këto sfidat e mia. Edhe gjithmonë me përkrahin. Përmendë që ke bërë edhe disa udhime të tjera. Ku kanë qenë? Prej cilit shtet në cilin apo si kanë qenë tjera të udhime? Unë para 2 vjetë kam marrë dhe me fizik flet nga Kaselli poshtu në komunën e Istogut. Pastaj në gjitja më e lartë ka qenë majën e Kilimanxharos në Afrikë, 5895 euro. Gjitha sfidat e mia kanë kauzë humanitare, ku unë çdo herë dhuroj edhe mjetet të ndryshme për këto kategori. Unë çdo herë kam si moto. Në Kilimanxharo kam pas moto 1 euro për gartësi mbitëtare, ku kam dhuruar 5895 euro, tani kam 1 euro për kilometër, pra që unë do dhuroj 1900 euro, plus për çdo kilometër që me familjarët, shoqëria bashkë rrugtojnë me mu, edhe për ata në atë fondacion dhurojnë nga 1 euro për kilometër. Deri me tani janë bërë mbi 600 kilometra nga familjarët e mi apo shoqërues të ndryshëm. Ku do të dhurohen këto mjete? E keni vendosur se ku do t'i qani? Po, këto mjete i kam vendosur do të dhurohen për fëmijët dhe njerëzit me nevoja të veçanta. Po, Albert, ndalemi pak edhe tek pjesa e kufimve, sepse na intereson, po besoj edhe shikuesit që dinë më shumë mënyra se si ka përcejën, kalohen kufejt në momentin që je këmbë, çfarë ndodh realisht? Kufit çdo herë kam kaluar mirë, në shumicën e kufive nuk ka pas as doganier, vetëm ka pas doganier vetëm në kufirin Hungari, Serbi edhe ashtu në Kosovë. Për ndryshe doganier nuk ka pas në asnjë kufi. Lubeniqi, ne nuk do t'ju mbaj më gjatë për shkak se i bie se po e ndërpresim rrugtimin tënd, ju kanë mbetur edhe pak kohë për të arritur në qendër të Prishtinës. Ne të falenderojmë shumë për këtë paraqitje tënde nga ky rrugtim i gjatë, 45 ditë sa do të gjatë gjithsej. Unë i falenderoj gjitha bizneset dhe njerëzit e vullnetit mirë që na kanë përkrahur deri më sot, ku kemi mbledhur mbi 16.000 euro ndihma për këto kategori. Derit shumë i nderuar. Lubeniqi, ishte kënaqësi. Faleminderit. Një iniciativë interesante vjen kjo. Kishe mujt me bën një gjë të tillë? Nuk e di. Për gjatë gjithë jetës time, mendoj që rekordin e kam 22.000 hapa që atu dikon. Nuk besoj që kom po hapa ma shumë. Sigurisht që po kish me qenë sfiduse, ama dhe interesante. Diçka interesante për ta provu. Në Dorontin, dal nga dal, kemi arritur, po besoj, drejt fundit të kësaj mesdite. Po, me gjithë këto zhvillime që i patëm, Kuvendin e Kosovës, protestën e bizneseve kundër vendimit të ZRE-s për liberalizimin e tregut të lirë, ndërkohë zhvillimet të tjera sigurisht na presin edhe nesër dhe gjatë ditëve të tjera, ne do t'jemi këtu si çdo herë nga ora 12 deri në orën 14. Deri atëherë, juve mirëmbëjtje.